Pra të nderuar miq që po mendishin nga kudo në botë, doja të jepja disa pamje nga pamje që sapo i rishfaqim tani, të cilët janë pamje me shqiptarët e emigruar nga trojet të ndryshme, qoftë të Kosovës, qoftë të Maqedonisë, qoftë të trojve shqiptare, të cilat rreth viteve 1912 kanë emigruar nga trojet tonë dhe kanë ardhur në Turqi, dhe gjyshrit e këtyre baballarëve, këtyre amxhallarëve që sapo ndjekim në programin tim, janë vendosur në tokat Niksar në Turqi dhe gjyshrit kanë marrë pjesë në luftën e viteve 1915 dhe nga 93 gjyshrit tanë që në atë kohë kanë qenë moshëre, vetëm 7 veta janë kthyer të gjallë dhe të tjerët kanë dhënë jetën për vendin ku kanë ardhur dhe janë vendosur. Pra neve kemi me të vërtetë një vend shumë të madh në historinë e Turqisë, kemi një pjesë shumë të madhe në çlirimin e saj, për arsye se pa menduar për jekën dhe për gjakun tonë, nuk kemi ardhur vetëm këtu të strohojmë veten tonë, por gjithashtu kemi dhënë veprimtari që cilat nuk mund t'i mohoj askush në botë. Nusret Shkupi Demishki, Mimoza je mrekullueshme që vetdijen shqiptarëve je ty ja kthy shumë shqiptarëve në Turqi. Kisha pas dëshirë të përshëndes familjen time që gjendet në bursë me një këngë labe. Shumë faleminderit, përshëndetje edhe për juve dhe për familjen tuaj, patjetër që këngët e bukura që të pasojnë do e dërgojmë familjeve tuaj dhe të ardhmen që keni në bursë.
Bashkëdhetari ynë që ka emigruar rreth viteve 1946, 1950, i cili është një shqiptar që në atë kohë ka qenë një fëmijë ende i mitur dhe në masakrimin e shqiptarëve të Sopotit të Maqedonisë është një nga personazhet e vetëm që ka shpëtuar gjallë dhe ka emigruar në Turqi. Pra të marr telefonun, pastaj do vazhdoj bisedën. Alo. Alo. Kemal Gülizmir, merhabalar. Gëzuar. Pavarësinë e Kosovës. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Kosova'nın yıl dönümü kuruluşunun hayırlı uğurlu olsun tüm Shqiptarlara. Gjithë shqiptarëve pra i gëzojmë ditën e pavarësisë së Kosovës. A jeni mirë, se kaloni? Eşimin de mirë, valla. Pra të nderuar miq, ato që ndodh përballë ekranit, do të lexoj disa vargja, qoftë të shkruara nga Naim Frashëri, qoftë të shkruara nga Fan Noli, që janë në përgjuhën tonë, dhe duja të dërgoj të gjithë bashkëdhetarëve kudo që ndodhen në botë për ato që kanë harruar gjuhën shqipe, për ato që për së pari kur ngrihen në mëngjes, ato që banojnë për shembull në Itali, ti thonë fëmijëve buongiorno dhe nuk i thonë dot mirëmëngjesin në gjuhën shqipe, për ato që banojnë në Greqi dhe i thonë fëmijëve kalimera dhe nuk i thonë kur mirëmëngjesi. Për ato që kudo që banojnë në botë, qoftë edhe për neve që banojmë këtu që harrojmë t'i themi fëmijëve tanë në gjuhën shqipe mirëmëngjesi. Por si kanga e zogut verës që vallzon në blirim të prillit, por si ambli fladiverës që lmon gjitet randofilit, por si vala e bregu detit, por si xhama e rreth qytetare, por si ushtria e tërmetit, gjashtu është gjuha jonë shqiptare. Doja vetëm të lexoj këto vargje për të gjithë bashkëdhetarët, kudo që ndodhen, dhe vargjet do pasojnë po të njëjtës së vjershë në minutat që pasojnë, pra mos harrojmë gjuhën tonë anëtare. Unë sa po lexova paragrafin e parë, në të vërtetë në paragrafin e dytë mu bllokua gjuha për arsye se jemi mërgjimtare dhe e ndjejmë mungesën e vendlindjes sonë. Dhe kënga e dytë do të jetë kënga e kënduar nga Juli Çeno, gjuha jonë. İkinci eser Arnavutça bir eser Juli Çeno'da ekranlar başındaki herkesi gelsin bakalım. Të behar kur vi për festa për gëzime, vështirë si me gjej, mos e harroj gjuhën kudo që të jesh. Shqip se je shqiptar. Ah, po e ëmbël fjala saj, por si gjumi në një kërthi, por si drita plot uzdaje, por si gazi i pamështri. Edhe ndije të këmbue, por si fleta e kurbinit, ka i bjen qiellit të fluturue në të zjarrt valët të amështimit. Pra, mallku qoftë, një i birë shqiptare, që këtë gjuhë të përëndis, trashëgim që naj lajpari, trashëgim s'po ja lën fëmijës. Edhe ati ju thaftë të goja që e përbuz këtë gjuhë amtare, që në gjuhë huj, kur sasht nevoja, flet e dvete në gjuhë, e lanë mazdore. Në gjuhë shqype, po nonat tona, që shprej djepit në kanë thanun, se ashtë një zot që duhet të dona, një që jetën për ta me dhane. Na thanë se Zoti për shqiptar, Shqipnin e fali, se sa të ndën stina e motit do të gëzojnë këta djalë mas djali. Shqype në vete, pa mik me pare, nagim tjetës kur kemi shkue, të ndjek flutra në përara, shqyp mas parin e kemi knue. Evet, bu da Arnavutça bir eserdi. Tüm Arnavutlara gönderiyorum ve alo diyorum. Benim şarkılarım inşallah hal olacak. Alo. Hasan Koç. Evet, merhabalar. Ben Kasaba'da Dilara'nın şarkılarını isteyebilir miyim? Tabii isteyebilirsin. Televizyonun sesi açıksa lütfen kapatabilir miyiz? Kasaba'daki Dilara'nın şarkı isteyebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle, benim listemde olan, bizim yayın hakkı olan şarkılarımız mutlaka ve mutlaka o sizin eserinizde varsa o benim repertuarda mutlaka göndereceğim. Sırada eser gelsin bakalım. Haydi Mihane.
Veshok me shtehole Sa ta qomi e honën Veshok me shtehole Hej, hej, hej Mi hone bre Oj, da doj Po kuma lene mori Besëna Hej, hej, hej Mi hone bre Oj, da doj Po kuma lene mori Besëna Aman besëna Veshok me shtehole Ona vini mi honja Veshok me shtehole Hej, hej, hej Mi hone bre Oj, da doj Po kuma lene mori besëno Hej, hej, hej Mi hone bre Oj, da doj Po kuma lene mori besëno Aman besëno Pra të marrë telefonën, pasaj të vazhdoj bisedën. Alo? A jeni mirë, se kalone? Eşimin de mirë valla. Tamam. İstediğiniz bir eser var mı, yoksa sıradaki şarkılar gönderelim? O kandil kandil. O kandil 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 hiç kaketi şu spabandrit. O. Haydi bakalım, inşallah sırada olacak ve göndermeye çalışacağım. Tamam. Tamam. İnşallah. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgilerimizle hoşça kalın. Teşekkürler. O kandil 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 Çka ke tishe se pahabandri Çka ke tishe se pahabandri O shumë se fone Do të vojna sante Sa ta qele lumi jadrit E hajde O shumë se fone Do të vojna sante Sa ta qele lumi jadrit O organoj gustes Zgjidhe via via Zgjidhe via via O sante nota Ljanom cesni miljove Shpatëllat e mia E hajde O sante nota Ljanom cesni miljove Shpatëllat e mia Evet, hemen devam edeceğim biraz sonra çünkü mesajlar gelmeye devam ediyor. Mimoza Bahçesi programında hemen oraya girip de istediğiniz mesaj ve selam yazabilirsiniz. Pra mund të ndiqni programin dhe të bëni përshëndetjet tuaja ndërmjet të faqes time Mimoza Bahçesi ose Mimoza Elezi në Facebook dhe unë përshëndetjet tuaja do të transmetoj. Evet sevgili dostlar, aynı şekilde Arnavutçu da ifade ettim. Haydi canım. Do dosh me përje
shqip, se je shqiptar. Atëherë pra ju kërkoj ndjesë për arsye se këngët që kam përgatitur po kam paksa probleme me to, për arsye se doja të bëj një program special sot me këngët tonë patriotike, të hershme, të vjetra dhe me të vërtetë me këngët që janë e haruar për gjuhën tonë dhe për patriotët tanë, të cilët kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe të Shqipërisë.